A ka një version të trupit njerëzor që mund të ekzistojë jashtë këtyre sistemeve të pushtetit, të besimit, të filozofisë, apo nga momenti që vim në jetë, trupi jonë është i destinuar që të jetë dhe objekt politik? Para se të vim në jetë, si fizik, ne kemi projekcionet tona kulturore, nga prindrit, qoftë me emërthime, me elementin gjinor ose seksit, djalë apo vajzë, të cilat është një infrastrukturë, një realitet krejt ftues në mënyrën se si ne do të artikulohemi pa patur vetëdijen tonë se si do jemi brenda këtij realiteti. Kështu që në këtë sens trupi nuk mund të jetë asnjëherë, sidomos në shoqëritë njerëzore, nuk mund të jetë asnjëherë neutral. Sigurisht që disiplinat kërkimore, disiplinat studimore nuk janë neutrale nga raportet pushtetare në vetvete. Siç është dhe vetë emri i disiplinës, në këtë sens, nëse ne marrim një kaf Foucaultian të leximit dhe të analizës tonë, i cili në gjithë na ka ftuar tek analiza e raportit midis trupit dhe pushtetit, është pikërisht ky moment i cili ne mund të shikojmë raportet pushtetare, por ama është e vështirë të shikojmë neutralitetin dhe mos ekzistencën e raporteve pushtetare mbi trupin njerëzor.